thirrja e tij është për të pakënaqurit, sepse të pakënaqur do votojnë kundër atij. Prandaj ai fton ata që të mos dilnin. Dhe gjithë strategjia e Ramës është për ta demotivuar pjesëmarrjen, jo për ta shtuar pjesëmarrjen. Po të shikojmë, fushata e tij është fokusuar në dy elemente. Njëra është Bashkimi Evropian, që është një premtim pothuajse bosh, sepse është jashtë mandat. Një shefi i negociatave, zoti Zef Mazi, u shpreh sot që është një iluzion. Po këtë e din edhe Rama, këtë e din dhe edhe shqiptarët, po ajo thjesht ideja që ne jemi evropian dhe këta tjerët janë shpellar, ka që është aty narrativa. Po pjesa tjetër është fokusi te Bufi dhe Këneta. Fokusi te Bufi dhe Këneta, fokusi tek debati PSPD është fokus demotivues për shqiptarët. Pra është një fushatë elektorale që si them ka demotivimin, jo motivimin e elektoratit, sepse pjesëmarrja e ulët e favorizon Partinë Socialiste, sepse elektorati i saj është më i disiplinuar dhe elektorati i saj është më klientelist, në kuptimin që varet drejt për drejt nga pushteti. Kështu që interesi i tyre për dalë të votuar është më i madh sepse ka të bëjë me vendin e punës, ka të bëjë me kontratat, fitimet etj. Ndërkohë që opozita fiton vetëm nëse arrin të mobilizojë elektoratin gri. Pra ai elektorat që quhet elektorati i opinionit, jo thjesht i interesit, që voton për opinion, jo thjesht për interesin direkt. Ky është elektorati rrezikshëm për zotin Rama, se ky elektorat që nuk është i lidhur me interesa të ngushta me Partinë Socialiste, ky që quhet elektorati i gri, i prish punatit. Kështu që atij le verdis mos pjesëmarrja, jo pjesëmarrja në zgjedhje. I rrezikshëm për këto 12 vite nuk e di sa përqind mund të kenë mbetur i këtij elektorati në Shqipëri. Është vështirë ta masësh, por ky është një elektorat që lëviz, pra mund votoj herë djathtas, mund votoj herë majtas. Dhe herë nuk del të votoj, por mendoj që ky është elektorati që bën atë ndryshimin. Partitë e reja nuk besoni që do të jeni vendimtare me atë që kuptova nga analiza juaj më lart. Jo, nuk do janë vendimtare, por do janë aktorë. Unë mendoj që për herë të parë do kemi një pluralitet më të madh në skenën politike. Ajo që po ndodh është fragmentizimi i opozitës në mënyrë esenciale dhe për herë të parë ana pozitive është që ka zgjedhje, pra nuk mund të thosh që nuk ka zgjedhje, në kuptimin që nëse i pakënaqur me PS-n dhe me PD-n, siç është një pjesë e mirë, por mos thon shumica e elektoratit, ka alternativa djathtas, ka alternativa të tipit neoliberal, siç është Agron Shej, ka alternativa të tipit më konservator, siç është Dashej apo lëvizja udhëhequr nga Ankeleda Libeaj, ka alternativa majtas që janë reale, sepse në të majt nuk kemi, e vetmja majt që sot është lëvizja bashkë e Arlind Qorit, në kuptimin që është e vetmja forcë që realisht ofron një model ndryshe dhe bën një kritik të modelit qeverisjes, jo thjesht individit, siç është kritika aty që reduktohet tek personi, jo tek politikat. Por është ende herët për këto partitë e reja. Por mendoj që ato do fitojnë deputet, do jenë prezent në parlament. Nuk mendoj ende që janë rrezik apo përbën një rrezik për pushtetin e Partisë Socialiste. Zoti Kajsiu, po çfarë ndodh nesër me Partinë Demokratike, me zotin Berisha? Do futet në një tjetër cikël krizash, një tërheqje, një rikandidim, mund të kemi një rikthim nëse mund ta themi të grupit Bardhi, pra ringizet sërish, Kamra do të jenë sërish edhe në mandatin e 4, jo nga selia e Partisë Socialiste që është harruar edhe nga mediat, por sërish të selia blu, sipas kësaj analize.